Lëvizshmëria po transformohet dhe ne jemi këtu për ta udhëhequr këtë kapitull të ri, përtej makinës, drejt përvojave të reja të klientit. Porsche Albania është një nga kompanitë lider në tregun automotiv shqiptar për sa i përket digitalizimit. Sot, mas shumë viteve, ne mund të flasim edhe për shitje online, të cilat zhvillohen në një mënyrë krejtësisht nëpërmjet internetit në formën që klientët nuk kanë nevojë as të vinë, as të na kontaktojnë, por e gjitha zhvillohen nëpërmjet një chatboti që tek ne quhet Theo. Dhe unë jam krenar të them sot që Porsche Albania është kompania e parë që po zhvillon këtë model të ri dhe këtë risi për sa i përket shitjes. Aty ndodh nga kontakti i parë deri në momentin e fundit ku ju edhe mund të bleni dhe mund të zhvilloni një kontratë përfundimtare për blerjen e një automjeti. Neve nuk do ndalemi këtu sepse në këtë lloj filozofie që ne përfaqësojmë në tregun shqiptar, digitalizimi në vetvete është edhe ato çfarë markat tona përfaqësojnë sot nëpërmjet makinave elektrike ku janë gjithmonë më digjitale, ku të gjitha kanë në përbërjen e tyre inteligjencën artificiale për të bërë një mënyrë jetese dhe jo vetëm një mënyrë transporti. Në këtë sens, unë mendoj që në ardhmen e afërt, Porsche Albania do vazhdojë të zhvillojë forma të tjera të digitalizimit për sa i përket gjithmonë ushtrimit të pasionit ton që kemi për t'i sjellë konsumatorit mjete të volishme për sa i përket mobilitetit, por në fund të ditës edhe për të përfaqësuar revolucionin më të fundit të kohës për sa i përket digitalizimit në këtë kohën ton moderne që po jetojmë sot.